Mendoj se sot kemi më shumë nevojë se kur për besim, për ndershmëri, për drejtësi, qytetari dhe mbi të gjitha kemi më shumë nevojë për përgjegjshmëri. Vetëm këto ditët e fundit kemi parë raste dhe ngjarje me të vërtet tronditëse për të gjithë ne. Kemi parë raste vetvrasjesh, kemi parë raste aksidentesh automobilistike, fëmijë që aksidentohen duke shkuar në shkollë e të tjerë që goditen duke luajtur në bulevard. Janë ngjarje të dhimbshme, të rënda dhe tronditëse, të cilat nuk mund të kalojnë pa një reflektim. Të gjitha këto tregojnë se ne kemi nevojë më shumë për përgjegjshmëri. Së pari për përgjegjshmëri institucionale, së dyti për përgjegjshmëri qytetare dhe individuale dhe mbi të gjitha për përgjegjshmëri morale. Prandaj, besimtari nuk mund të jetë indiferent ndaj dhimbjes së shoqërisë. Ai nuk jeton vetëm për veten e tij, ai përpiqet të bëhet burim sigurie, qetësie, mirësie për të gjithë të tjerët. Dhe ndryshimi fillon pikërisht tek vetja jonë, fillon nga familjet tona, fillon nga edukimi që ne u japim fëmijëve tanë, fillon nga mënyra se si sillemi në rrugë, në punë, në institucione dhe me njerëzit që na rrethojnë, sepse ne jemi besimtar. Dhe besimtari është ai i cili ndikon pozitivisht në shoqëri, që përhap moral, që ruan jetën, që sjell qetësi dhe që përpiqet ta bëjë botën përreth më të mirë me besimin, sjelljen dhe shembullin e tij. Nuk mjafton të ndërtojmë vetëm rrugë e pallate nëse zemrat tona rrënohen. Nuk mjafton të pasurohemi ekonomikisht nëse varfërohemi shpirtërisht. Nuk mjafton vetëm teknologjia nëse humbasim njerëzillikun.